provojë. Koncentrohu namaz, fale sinqerisht për Allahun, jepja hakin namazit dhe shiqoj apo të letohet shpina, korrizi dhe shpatmet. Nëse të letohet, për kja është alamet që Allahu ta ka pranu namazit. Për ata Ibn Qayyim i thot nga shenjët e pranimit namazit, a që njeri ku dhije namaz e ka supët dhe shpinën më të lodhur, e ku dale për namazit është më i lehtë. Allahu në ka të regu në Kur'anin e Kerim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë, a nuk jemi ne të që cilët ta zgjeruam gjoksin dhe ne ta larguam barën e gjunojt, që kjo barë ta pat lodh korrizi. Bara pejgamberit Allahut ja lodh korrizi. Thot, nëse gjunat e Muhammed sallallahu alaihi wasallam ja lodhën korrizin pejgamberit Allahut, çfarë mendoni për gjunat tona? Çka kanë mund apo çfarë mund t'i bojnë shpinës dhe korrizit tonë?